Partia Demokratike është partia hapur, s'mund ta marrë kushkur, u përpoqen për ta marrë. Unë i them portalit se këte parti Edi Rama s'mund ta marrë kur me kandidaturat të shtira. Se Ervin Saljani, i kam shpjeguar dhe shpjegoj dhe njëra 10 herë, u shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetën. Sa po doli, ai ishte në shoqërinë vazhdueshme të Erby Sagasit. Dhe për portalin që pyet, i them, pikërisht momentin kur flasi skandali Balluku, ky filloi xhiron për të ulur, për të sfumuar zhurmën, për të krijuar një vatër tjetër debati, prandaj dhe nuk ka asnjë ata që kanë mbajtur qendrim që përfaqësojnë pushtetin, lidhjet me pushtetin. Ata të cilët kanë punuar kanë qenë kundër në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike. Ata s'kan dhe s'do kenë vend ndonjëherë në Parti Demokratike.